Programi I studimit agrobiznes vijon të jetë ndër më të preferuarit në Fakultetin e Bujqësisë në Korçë. Studentët që e kanë zgjedhur këtë drejtim shprehen se janë të kënaqur pasi kanë pritshmëri pozitive për gjetjen e tregut të punës. Mendoj që mundësitë për punësim në të ardhmen janë të shumta. Unë mund të punësoj në një kompani agrobiznesi, në një agjenci zhvillimi. Mund të krijoj diçka timin, të merrem me përpunimin dhe eksportin e produkteve vendase. Në muajin mars, Meto mori pjesë në një trajnim me fokus shkëmbimin e njohurive dhe krijimin e biznesit të organizuar në Universitetin Aldo Moro në Barit e Italisë. Kjo eksperiencë më ka shërbyer shumë, sepse më ka mësuar sa e rëndësishme është bashkëpunimi I universitetit dhe industrisë, krijon zhvillim për rajonin. Sipas lektorit Dorian Marku, ky drejtim studimi duhet të shihet dhe më me interes pasi ka fushë të gjerë veprimtarie. Duke parë sfidat me cilat përballet sot bujqësia, sfidat që lidhen me sigurinë ushqimore, me nivelin e mbetjeve, menaxhimin e burimeve natyrore dhe me menaxhimin e bizneseve bujqësore, do duhet që interesi në fakt I të rinjve të ishte më I madh. Jemi duke përpjekur që të ndryshojmë, po themi, ofertën akademike. Kemi arritur që programin e studimit bachelor në menaxhim agrobiznesi ta orientojmë sipas programeve të cilat zhvillohen në universitetet më të mira europiane. Ky drejtim studimi zgjat në 3 vite akademike, ndërsa studentët mund të vijojnë më pas dhe një master profesional.